Qendra Europiane kundër krimit kibernetik në Europol ka publikuar vlerësimin e saj në lidhje me ransomware, një lloj virusi ky kompjuterik me një rritje eksponenciale në Bashkimin Evropian gjatë 2 viteve të fundit. Ransomware është një lloj virusi I cili kufizon qasje në sistemin kompjuterik që ai infekton dhe I kërkon një shpërblim krijuesit të virusit në mënyrë që të heqë këtë kufizim. Disa forma të ransomware janë dokumentet e bllokuara në sistemin kompjuterik, ndërsa disa të tjerë thjesht mund të bllokojnë sistemin dhe të shfaqin mesazhet me qëllim për të bindur përdoruesin të paguaj. Kjo procedurë ndodh në gjithë ato user që mund të kenë bërë disa pagesa online, ku hackers I mandë virusit e kupton që nga ky kompjuter po bëhen pagesa online dhe ky user ka mundësinë që të bëjë pagesa online. Dhe kjo ndodh në kompjuter që nuk kanë antivirus të updateuar mirë, që nuk kanë sistemin XP apo Windows apo Mac të regjistruar. Edhe pse numri I saktë I viktimave të ransomware në Bashkimin Evropian është I vështirë për të vlerësuar, sipas Europolit miliona kompjutera janë infektuar dhe dhjetra mijëra qytetarë kanë paguar shumën e kërkuar. Ky është një biznes me përfitime prej 10 milionë eurosh për kriminalët e përfshirë. Mesazhet ransom pretendojnë të jenë nga autoritetet zyrtare dhe akuzojnë viktimat për kryerje të aktiviteteve të palishme në internet të tilla si shpërndarje të dokumentave ilegale, qasje të materialeve për abuzim fëmijësh apo vizita në faqe terroriste në internet. Kriminalët përdorin logo të agjensive të zbatimit të ligjit për t'i bërë mesazhet e tyre më të besueshme dhe I detyrojnë viktimat të paguajnë një shumë parash për të zhbllokuar kompjuterat e tyre. Të gjitha policitë europiane kanë një sistem në vrojtimi ku në momentin që një përdorues kompjuteri downloadon diçka ilegale, ata I dërgojnë një flet job ose me email ose në momentin që e dallojnë me ISP të shpërndarës të internetit, lokalizojnë IP-n dhe I nxjerrin në ekran po të njëjtën grafik që nxjerr edhe virusi. Por në atë rast lidhet me policinë dhe jo me një hacker. Projekti I mashtrimi kompjuterik kanë rënë dhe qytetarët apo biznese në Shqipëri të cilat kryejnë më së shumti pagesa online. Ka pasur disa raste të kompanive të avokatërisë, zyra avokatësh, ka pas disa raste të kompanive që shesin kompjutra dhe shesin programe ndryshme në internet. Që kanë rënë viktima të kësaj, kanë bërë dhe pagesa dhe nuk e kanë kuptuar se vërtet e kanë bërë pagesë të drejtë. Pagesat varojnë në çfarë shumësh? Pagesat varojnë nga $30 deri në $500. Por a mund të ruhemi nga këto viruse dhe çfarë mund të bëjmë që të mos paguajmë? Nuk mund të bësh asgjë vetëm të formatosh kompjuterin ose të thrasësh dikë që është I aftë në kompjuter që të gjej një mundësi që ta zhbllokoj kompjuterin tuaj. Mund të vjedhin dhe të dhënat nëpërmjet këtij virusi? Patjetër që po. Çdo pasor që mund të jetë regjistruar në browser mund të dërgohet me email automatikisht nga virusi tek hackers. Agjencia Policore Europiane deklaron se këto aktivitete kriminale kibernetike janë lehtësuar nga forumet në internet që ofrojnë kodin e burimit të ransomware, infrastrukturën për shpërndarjen e softwareve dhe shërbimet për pastrimin e parave, të ardhurat e palishme, të fituara përmes zgjidhjeve me parapagim online dhe monedhave virtuale. Mesazhet ransomware do të thonë që sulmi mund të vendoset të lehtë dhe nuk mund të kufizohen nga antiviruset. Europoli parashikon se sulmet nga viruset në formën ransomware fatkeqësisht do të rriten. Kjo është një mundësi e mirë fitimi për ndërmarrjet kriminale, e thjesht për të përdorur dhe e vështirë për viktimat për të mbrojtur. Të gjithë përdoruesit e pafajshëm janë viktimat potencial të këtij krimi. Jo vetëm përdoruesit e thjesht, por dhe bizneset apo shërbimet publike. Europoli deklaron se do të ndihmojë vendet e Bashkimit Evropian në luftën kundër këtij krimi dhe gjetjen e të ardhurave kriminale.